Policia kufitare ka sekuestruar rreth 100.000 euro kesh, mallra kontraband dhe 1.2 milion lekë gjatë kontrolleve në aeroportin e Rinasit. 6 persona do të jetohen në gjendje të lirë për futjen e mallrave kontraband dhe falsifikim dokumentesh. Policia ka goditur 3 raste të tentativës për nxjerrje nga Shqipëria, një sasi të konsiderueshme shumash monetare të padeklaruara. Gjithashtu, është goditur një rast i tentativës për të futur mallra kontraband në vendin tonë. Një shtetas ukrainas me inicialet OR, 43 vjeç, është proceduar penalisht pasi u kap me 76.000 euro kesh, i cili do të udhëtonte nga Rinasi për në Dubai. Gjatë kontrollit, i shtetasi u gjetën dhe sekuestruan 76.000 euro, të cilat tentoi të nxirrte nga Shqipëria pa i deklaruar në kufi. Shqiptari me inicialet MF, 34 vjeç, u procedua penalisht pasi u kap me 11.000 euro kesh të padeklaruara, i cili po udhëtonte drejt Parisit. U procedua penalisht gjithashtu shtetasi shqiptar AC, 41 vjeç, i cili do shkonte në Bologna pasi gjatë kontrollit u gjetën dhe sekuestruan 11.900 euro dhe 1.240.000 lekë të rinj të padeklaruara. Policia goditi edhe një rast tentative për futje të mallrave kontraband, ku procedua penalisht shtetasi me inicialet SQ, 27 vjeç, banues në Tiranë, i cili po sillte mallra luksi nga Kina. Autoritetet kanë sekuestruar në total 99.270 euro, 1.240.000 lekë të rinj, 2 dokumente të falsifikuara dhe mallra të ndryshme kontraband.